Nxehtësia përvoluese, rreshtit e dendura të shiut, përmbytjet vdekjepruese dhe stuhit shkatërruese, si dhe zjarret, po kthehen në një kërcënim serioz për popullsinë nga viti në vit. Raporti i vitit 2026 për indeksin e rrezikut të klimës e rendit vendin ton të 68 nga 174 shtete. Ky tregues i rendit vendet sipas ndikimeve të tyre ekonomike dhe njerëzore, ku vendi më i prekur renditet më lart. Sipas raportit të German Watch, bazuar edhe tek të dhënat e Bankës Botërore, Shqipëria renditet e treta në rajon si pasojë e rrezikut të klimës. Italia dhe Greqia qëndrojnë në krye si vendet ku valët e të nxehtit dhe stuhit kanë shkaktuar më shumë fatalitete dhe dëm ekonomik. Nga viti 1995 deri në vitin 2024, në botë janë regjistruar më shumë se 832.000 humbje jete dhe një dëm ekonomik prej gati 4.5 trilion dollar amerikan të shkaktuara nga më shumë se 9.700 ngjarje ekstreme të motit.